diva jon Rozana. Dhe se kje ti Mario të parën. Strategji. Shumë shpejt Mario. Strategjia. 4. Sepse Rozana mjallt e gjatë javës disa gjana që mund që ti thoshe ka fjetan javën edhe në prime mani. Mjallt e gjatë javës edhe korte në prime. Dhe strategjia e saj ka kenë një formë kështu ekonomike që nuk është dësht mu shpenzu shumë pra. Nuk është dësht mu shpenzu shumë për me pas argumenta me korë primin, me korë vetandjen e me korë këtë gjana. Kështu që strategjin për mendimin të me ka pas në nivele të larta. Mi gjitha që s'ka përdor, pra ka bët njëjtën gjë, që ose është viktimizu, nuk ka bët dike tjetër me u viktimizu, pra. Nuk e ka vu për poshtë dike tjetër. Strategjia jeme është 3 për Rozanin. 3. Sepse dan këtë rrugtim, ka pas një muajshin e gjysmë punit e ka pas të mirë. Strategjia ka pas strategji, pa ka pas dot, ka rrejt, ka përdor kartën e viktimizimit, prepe dot shumë, edhe karta viktimizimit nuk ka dit as me e ba viktimizimin mirë, ka përdor den skaj familjen e tjetër, si s'du me përmen, pra ne i ka bu një 3 e jo 4, 5 e notat e larta. Pra ka fjet gjumë, a quve së prime, shkurt ma beti 3 më dha, nuk i shtrit, me strategji nuk shtrit. Edhe nuk është që kjo, edhe nuk e pres me kënë stratege, Rozana. Rozana do është me përdor atë yllën e vetë si star, si me thanë, si femin, me emër të mirë jashtë edhe me një kartë mirë që ka, me një background mirë që ka pas jashtë. Vetë edhe për Laerti, nuk pres me kënë strateg në loj. Laerti nuk është një loj cakma, jetën e ka ndërtu ndryshje. Pra ne i rrisin pikë Gjesit dhe Eurozonës, në këtë rast të strategjia e një lojës. Karizma. Ti e ke? Karizma 3. Kjo, për arsye se herë mas herët e ka egzageru me viktimizimin, dhe një të gjitha që nuk ka kontrolu strategjin para prirëse të vetën, dhe më thënë. E ka mjallë kështu dhe ka dash me e korë ndryshë dhe ka dalë blëf. Nga një herë, kjo të banë me thënë, po kjo me bani kështu të shpohiqet si kështu, ose ato që të shtit do të dalun. Kjo e ka dhe mi gjitha, karizma që smerë notën 5 të Rozana në Big Brother, Big Brother mërë, unë kena jashtë. Është sepse ajo e gëzon një karizë më të madhe pa kënë Big Brother jashtë. Dhe duke u shfaqin Big Brother në këtë formë, njerëzit prisin akoma më shumë se që kishin karizmen dhe si rjeloj i ka bo hap mrapa, si me thonë. Unë i ka bu një dysh karizmet të saj, sepse shumicën e tonë kozë, shumicën e tonë rrugtimit Big Brother, shumë pak e kena pa Rozanën të qeshtu, na ba me qeshtu se të nartu, me aftësit e saj që ka, shumica e saj ka kënë me qarje, me ofendime, me sharje, me karta negative, me nota. 2? Notën 2 i ka bu. Ka pas mundësi, i ka pas tanë mundësi me kënë 5, tanë mundësi i ka pas. Është pipi i saj, njështë të ka dash me lujtë, rrethonat e kanë ba me kënë shumë negative, nështë a tjetër. Sakrifica. Te sakrifica, unë Rozanës prap i jap notën 4. Nuk ja jap dot maksimalen se ajo një gjo ka rujt. Zbulimin e plot. Zbulimin e plot të karakterit saj nuk e ka sakrifiku. Këtu do dëmtohet të vërtetësia ma dhe mrapa, po te sakrifica e fiton. E humbe dhe këtu një pikë, si me thënë. Te sakrifica 4, sepse ajo që tuti e ka pas pikë dopt, ajo ka pas pikë të fort. Ajo një ashtu është vujtjet dhe të lashet e jetës saj që i ka reflektu tonë kohën, dhe i ka nda me tonë publikun, dhe herë mas herët i ka vujt gjithashtu aty, edhe ne e kena kuptu si kur pa e shet. Ajo i ka vujt gjithashtu aty, i këtë e që i sakrificë sidomos në moshën e saj. Edhe me duru disa pika kyqe që kanë kenë gjana që jo thjesht të ofendojnë, por të prekin në një formë akoma më të keqe se ofendimi, a kupton? Që është mungesa e një fëmije, sakrificat e saj që ka bëjë, a do është mi duru edhe të kundërt, a do është mi duru si kur kjo pa i lot. I ka sakrificat një jetë ata më marrë, në të folë për lojë. Po aty i ka sakrifiku këtë biseda, me ja marrë dhe me ja sjellë si zinxhir, si me thonë tonë banorët e tjerë, mi dhanë hapa se ti jetë i lujtë rolin, a kupton? Okej. Edhe këtë sakrifica, edhe me nda me publikun, edhe me i ndje, edhe me i a diskutu, kanë kanë i fije të forta. Dhe në moshën e saj sidomos, me personalitetin që ka, pa kanë Big Brother ajo,
është sakrificë e madhe me e bëj këtë punë. Okej. Sakrificë për mu 3. 3 prap nuk shtrit. 3 që pra është një notë marrë mesatare, pse nuk shtrit, man. Unë tham vetëm këtë, pse nuk ka shtrit, pse nuk ka shku te 4.5, sepse jena të fol për lojtarë pretendente për me fitu, Sakrifica e saj sepse është një 4-5 herë ka thënë unë do të dalë. Kjo nuk është me bë sakrificë. Kjo tregon që ke dobësi për me sakrificë. Aja biles mos ta marrin ose kush e di, mos ta proponoshin i fije aty, të i bëjnë fije psikologjie aty në dhomë trafimit, ajo mund të kishte dalë. Po ja kanë mush bën edhe herë, ka dalë madhësi e fort. Prap ka thënë do iki. Për mendimin tim pra nuk shtrin, nuk e ka dyllën te sakrifica se e ka treguar që ajo disa herë ka tentuar me dalë. Për këtë ja ka mul pik e sakrificë. Sakrificë për mos më dhe fjalë xhum, mu shu aty ton kohën. Prap se ka pasur këtë. Që që sakrificë s'ka pas, ka ndaj. Vetëm kanë sakrifiku një personalitetin. Nota 3 pra. Nota 3 pra. Është kjo pra nota 3. Vërtetësia. Vërtetësia. Te vërtetësia unë i ve notën mesatare. Dhe më thënë, as nuk du me i rrit 3 pra. me zori, as është 3. Pse 3? Sepse edhe atë që ne nga njëherë lexojmë si të pa vërtet, ajo ka ose mund ta ketë dhe e ka të vërtet. Dhe më thënë, ato sjellje që ne i lexojmë nga herë si hipokrite për disa njerëz, mund t'i lexojmë nisur nga vetja që po ta lushti atë situatë ashtu do të ishe hipokrit. Po sepse ne jemi kështu janë. Ndërsa ajo, unë edhe me sa kam orientim se çfarë natyre është, po edhe me sa kam lexuar këtë periudhë që e kena pa shumë shpesh, ajo është natyrë që një ashtu e ka edhe tipi. Mund të ketë pas disa raste, po në disa raste për shembull, po kanë edhe një ashtu e ka ndje vet. Okej, vërtetësia unë e kam vu 2. Për arsye se i këtë dyshin e ka që për tanë histori që ka pas jashtë, ajo i ka vërtetu dhe janë të vërteta që i ka tregu mbrapa. Pra, historitë e saj i ka tregu dhe janë reale dhe i ka të vërteta dhe i ka përdor rregull, pra reale në këtë pjesën e gjanave të rënda të saj, Unë versova Laertin për ish histori që e ka lej shpejt në vjeç, jo Marozanin që ka tregu tonë të gjana të rënda, i ka tregu aty, pra ka qenë vërtet për këtë pjesë, për pjesët e tjera mandej ka qenë vërtet as pak. Ka lujt, ka ba hipokritën, për mendimin tim nër ma hipokritën e kësaj loje ka qenë ajo. Pra 2 pikë që ne merr vetëm për historive që i ka marrë, i ka fut brenda dhe janë tana të vërteta, nuk ka rreth në asnjë. Vetëm aty me Laertin, raportin me Laertin që nuk e njoh, kam pi 2 herë kafe, ka thënë që i ka jetuar, ka ndajt shumë. Aktiviteti marrë shumë shpejt. Notën 3. Sepse e thash edhe te ajo e para e strategjisë, domethënë që ajo strategjinë ka pas mirë me marrë notë pozitive, po te aktiviteti do të çedonte sepse ka gjetë një strategji. Kjo ashtu si Laertit, që e ka Laerti mendon se çfarë po bën, por kjo vazhdimisht ka qenë prezent në prime vëlla. Dhe duke qenë prezent në prime, vetëm duke mjall një bisedë, një viktimizim, një ngacmim, një përballje, një ashtu, më duket mjaftueshëm aktivitet për me marr notën 3. Kaq. Unë ja kam vu notën 4 ozans për aktivitetin. Për aktivitetin ja kam vu 4, pse? 3 ka vetëm për prime tjerë. Pra, vetëm mos bëhet asnjë gjë, të delë si shka dën prime për mua merr 3. Një mandej e merr për aktivitetin që ka pas me Gjesin dhe Egdin debatet, këtë historinë e këtyre dyve që i ka marrë në Gertën që ka kanë shumë debatet forta. Pra kam qute 4. Pra është mi mesatar. E ka notën e lartë aktivitet mos. Kam çfarë thon tu. Strategjinë e kam vu 3, aktivitetin 4. Pra strategjia nuk është e fortë, po në aktivitet ajo ka kanë. Mos ja hajm hakun kot. Prandaj kam vu 4. Im lëm edhe këto tujet për zonin. 14 pikë për Morozon. Pa? 14 pikë. 14 pikë. Janë 8, 9, 17 pikë më del Morozona.